وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما من الله تمشروست مشير برست Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që humb atë përveç tij. E ka humb ai, nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, I vetëm pa shok, atij takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe I dërguar I Tij. E plotësoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e Tij përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore, sa ja Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtet, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje. E çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, falënderimet patjetër I takojnë Allahut, falësit të mëkateve. Ai që I pranon pendimet e robërve të tij. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: "Ghafiri dhanbi wa qabili at-taub." Ai I cili e fal mëkatin dhe e pranon pendimin. Falënderimi patjetër që I takon Allahut, që me mëshirën e Tij ka përfshirë Zoti I gjithësisë gjithçka, mirësia më e madhe që Allahu I lartësuar I ka dhënë njeriut është pikërisht udhëzimi në rrugën e drejtë, udhëzimi në rrugën e Allahut të lartësuar, udhëzimi në rrugën e profetëve të Zotit gjithësisë, e me jetu robi I Allahut të lartësuar me zbindjes dhe bërjes së punëve të mira, e t'i arrijë frytet e saj më pas në dynja e pastaj t'i arrijë edhe në ahiret. Por biri I Ademit, njeriu I tillë është. Të tillë e ka kriju Zoti I gjithësisë, që herë gabon, herë rrëzohet, herë ngrihet, e ndonjëherë vazhdon të ruaj një stabilitet, por përsëri njeriu mëkaton, përsëri njeriu gabon. Pejgamberi I Zotit Ademi alayhis salam, babai I njerëzimit, edhe ai gaboi. Pra, babai ynë edhe ai gaboi. Vjen hadith profetit alayhis salam, kur I përshkruan profeti alayhis salam bijtë e Ademit, thot: "Kullu bani Adam khata." Çdo biri I Ademit është gabimtar, gabon. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Por ata gabimtarët më të mirë ose më të mirët e atyre pra që gabojnë janë ata të cilët pendohen. Po ashtu thot profeti alayhis salam në një hadith tjetër: "Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Nëse ju nuk do të mëkatonit, Allahu I lartësuar do t'ju largonte ju. "Wala jaa bi qaumin akharin yudhnibun fayastaghfirun." E do të sillte popoj të tjerë të cilët pra gabojnë, mëkatojnë dhe kërkojnë falje tek Zoti I gjithësisë, fayaghfirullahu lahum, e Allahu pra pasi ata kërkojnë falje, t'i fal ata. Vëllezër, duke parë këto argumente që përmendëm, del në pah se njeriu pra nuk mund të jetë I pagabueshëm apo I mund ndaj mëkatit, por ndodh që njeriu gabon, ndodh që njeriu mëkaton, por ne duhet ta dimë se mund të paksojmë mëkatet ose
mund t'i largohemi shkaqeve të cilat na çojnë drejt mëkatit dhe drejt gabimit e me u larguar atyre. Kur I largohemi shkaqeve që na çojnë drejt mëkatit, atëherë me lejen e Zotit gjithësisë I paksojmë mëkatet dhe patjetër që mëkati që të bëhet I ka disa shkaqe. Se kështu është në këtë dynja. Pra ndodh diçka, patjetër që e ka një shkak pse ka ndodhur. E kush don të ruhet prej mëkateve, duhet që me ju shmang shkaqeve dhe t'i largohet atyre pra të cilat e nxisin dhe e çojnë njeriu drejt mëkatit, e të shpëtoj më pas prej të këqijave që shkaktojnë mëkatet tek robi si në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Njeriu duhet që të ruhet prej mëkateve. Dije vëlla dhe motër, se mëkatet I shkaktojnë dëm me njeriu në veten e tij. Shkaktojnë dëm me njeriu në familjen e tij. Mëkatet shkaktojnë dëm me njeriu në pasurinë e tij, I shkaktojnë dëm me shoqërinë, por vazhdojnë mëkatet ta dëmtojnë njeriu edhe në momentet e vdekjes, edhe në varr, por edhe kur dal para të Madhit Zot. Pra dëmet e mëkateve e shoqërojnë njeriu vazhdimisht, prandaj e udhëzosh që njeriu me u pendu, me u kthy tek Zoti, me reflektu, me përmirësu veten dhe me u largu atyre gjërave të cilat e nxisin dhe e shtyjnë për mëkate. Fillojmë me dëmet që shkaktojnë mëkatet tek vetja e njeriut. Po të shikosh njerëzit që janë të zhytur në mëkate, do t'i shikosh që nuk shijojnë lumturi, nuk I gjen ata të lumtur, por të zymt e të brengosur, të ngushtuar në gjokset e tyre, ankth, stres, pikëllim, mërziti. Pse? Sepse ai ka hidhur Zotin, sepse ai është larguar rrugës Zotit, sepse ai është I zhytur në botën e mëkateve. E kërkohet prej këtij njeriu që nëse do të jetojë I lumtur e të ketë rahati shpirtërore, me ndryshu, me hiqdor prej mëkateve, sepse Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ai I cili I kthen shpinën urdhrave të mi për kujtimin e Zotit, ai do të ketë një jetë të ngushtë, thot Allahu I lartësuar. Dhe me të vërtetë po të shohësh ata mëkatarët, kemi dëgjuar histori e ngjarje të shumta të tyre që ka pas prej tyre në fund fare kanë vrarë veten. Pse? Sepse ai është I zhytur në botën e mëkateve. Dhe prandaj kërkohet prej nesh vazhdimisht me u pendu, me u kthy tek Zoti, me heq dorë prej mëkateve, prej gjërave që e hidhrojnë Allahun e lartësuar. Dëmet patjetër të mëkateve shkaktohen edhe në familje. Do të shikosh që për hiç gjë nga një familje e lumtur, një bashkëshort e lumtur, do të shikosh që nga momenti në moment grindje, zanka, pa kuptim, mëkatet e bëjnë këtë gjë. Mëkatet e çojnë familjen drejt kësaj gjëje, jo më kot. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Pra, çdo e keqe që ju godet si shkak e asaj që kanë vepruar duart tuaja, pra keni vepruar ju. E jo më kot njëri prej të parëve thot: thot e kundërshtoj, pra bëj mëkat. Dhe Zoti I gjithësisë thot dhe e shikoj gjurmën e saj tek kundërshtimi, pra tek zënkat dhe grindjet që më ndodhen, thot, më pas me bashkëshorten time. Dhe shef sot shumë vëllezër ose shumë motra që ankohen lidhje me këtë gjë. Vllai im, motra ime, përmirësoje veten tek çështjet e mëkateve. Hiq dorë prej tyre. Hiq dorë për hir të Zotit gjithësisë. Nëse do të kesh harmoni në familjen tënde, dëmi I mëkateve e shoqëron njeriu edhe tek pasuria e tij. Patjetër, po si e shoqëron? Nuk ka bereqet. Nuk e zë rrogën, thot. Po punojmë gjithë, shumë para. Por kur vjen fundi muajit, e shtyn, nuk e shtyn ato ditët e fundit. Pse? Ka hik bereqeti. Me kundërshtu Zotin, hikën bereqeti. Allahu I lartësuar thot në Kur'an: "Yamhaqullahu riba", ja heq
çdo përfitim Zoti i gjithësisë kamatës. A më ka ajo, po. Ja hi Zoti i gjithësisë bereqetin dhe shikon në forma të ndryshme, dikujt ndoshta një fatkeqësi, një zjarr, një diçka, i hiku pasuria, hiku bereqeti. Dhe subhanallahu thot profeti alayhi salam në një hadith, inna ar-rajula, ndodh që njeriu pra kuptimi i hadithit privohet nga risku për shkak të një mëkati pra që ky ka vepruar. Prandaj robi duhet me reflektu, duhet me përmirësu veten, patjetër që mëkatet e shoqërojnë njeriu edhe në momentin, ka pas raste edhe në momentin kur njeriu ndërron jetë. Ai mëkatari që vazhdon e kundërshton Zotin në vazhdimsi, vazhdimisht në jetën e tij, ndodh që në momentet e fundit Zoti na rujt me pas përfundim të keq. Dhe shembujt për këto janë shumë gjatë historisë. Sa kemi dëgjuar secili prej nesh, pat përfundim thot të keq. Dhe tregon njëri prej hoxhallarëve thot, pra e thrasin dikë prej tyre, kishte ndruar jetë një djalë i ri. E kur shkojnë, pra hynë sefte në shtëpinë e tyre, e shohin thot trupi i tij thot ishte tepër i nxirr. Rreth tij thot pra insektet shumëta dhe kishte ndru jetë thot, pra duke bërë gati ato shiringat pra për narkotik, Zoti na ruajt. Përfundim keq. Pra në momentin e mëkatit, dhe kush e ka të sigurt prej nesh se si do të ndëroj jetë? A do të dojt ndonjëri të ndëroj jetë duke mëkatu? Pra duke vjedh, duke mashtru, imoralitet, patjetër që nuk e do. Atëherë, çfarë kërkohet prej nesh? Kërkohet që me reflektu, me urujt prej harameve. Zoti na ruajt. Patjetër që e kanë çuar njeriu në drejt kësaj gjëje që të ketë këtë përfundim, është se ai i ka bërë ato shkaqet që e kanë çuar deri aty. Ai nuk ka reflektu, ai nuk ka ndryshu, ai ka vazhdu të shoqërohet me njerëz të këqij, ka vazhdu haramit vazhdimisht, derisa Zoti i qetësisë e ka bërë që edhe përfundimin ta ketë aty në haram. Patjetër që mëkati e shoqëron njeriu më pas edhe në varr. Dhe jo më kot profeti alayhi salam vazhdimisht e luste Zotin e qetësisë dhe i kërkonte që ta ruante prej dënimit të varrit. Dhe e dim fare mirë, shumë prej nesh e kanë dëgjuar atë ngjarjen kur profeti alayhi salam kaloi pranë atyre dy varreve dhe ju tregoi shokëve të tij, tha ata dënohen. Dhe përmendi mëkatet që ata bërin, njëri prej tyre, pra ishte, thashtë the me gji. Merte lafe sa me njanë nënën tjetër, fuste njerëzit në grindje, ose në një transmetim tjetër, bon të gibet. Dhe ai dënonte ky mëkat pra, e shoqëronte në varr, vlla im, motra ime. Sa herë çoj mendja me përgoju dikë, kujtoje këtë hadith profetit alayhi salam, se ndoshta reflekton, ndoshta kthjellohesh. Nëse shohim një vlla ose një motër që ka mëkatu, të gjithë jemi gabimtarë. Si duhet jetë sjellja e muslimanit me të? Apo shqyr e pash, shqyr e gjeta në gabim dhe ta përhap gjithanej? Jo, sjellja e muslimanit duhet që të mundohet me mbulu ato, me mbulu mëkatin, me mbulu gabimin. Dhe patjetër nga ana tjetër, pra me nxej mëshire për të, nga ana tjetër me u mundu me këshillu. Me këshillu që ai të reflektoj, që ai të ndryshoj e të përmirësoj veten e tij. Njëherë një burr, kohën e profetit alayhi salam, ishte njëri pra që pinte alkool, alkolist. Dhe sa herë sillnin tek profeti alayhi salam, pra zbatonte ligjin e shariatit mbi të. Derisa njëherë njëri prej sahabëve, prej shokëve të profetit alayhi salam, e mallkoi. Tha sa shumë pra, si thon, o duke ardh, duke mëkatu. Dhe profeti alayhi salam i tha mos e mallko, se ky është, pra ky e do Allahun dhe dërgumin e tij. Edhe pse mëkatar, ai e ka një shenjë, e ka gjë, pra e do Zotin dhe dërgumin e tij. Tregohu i but, mundohus që mos
me janë nxjerr mëkatin, mbuloje dhe mundohu që ta këshillosh, po ashtu lutu për udhëzimin e tij. Lutu Allahun e lartësuar që atë mëkatarin ta udhëzoj, atë mëkatarin ta drejtoj Zoti i gjithësisë, sepse një herë erdhi një sahab tek profeti alayhi salam dhe i tha atij që të lutej kundër një fisi. Profeti alayhi salam çfarë bëri? Ngriti duart dhe tha Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. O Allah, ai tha luta Zotin kundër tyre. Profeti alayhi salam tha o Zot, udhëzoje Dausin, pra fisin Daus dhe silli ata. U lut për ta për mirë. Dhe me të vërtetë Zoti i gjithësisë i udhëzoi ata. Vlla dhe motër, duhet ta dimë se dera e pendimit është e hapur. Dera e pendimit tek Zoti i gjithësisë është e hapur. Përderisa ne jetojmë, përderisa Zoti i gjithësisë na ka dhënë jetën, atëherë është shans që ne me e shfrytëzu, me u pendu, me heq dorë prej mëkateve, e kjo që të kemi një jetë të lumtur në këtë botë, kënaqem Zotin i gjithësisë, e të kemi lumturinë e përjetshme që na premtohet në botën tjetër, xheneti i Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë, imagjinoje pendimin, portën e pendimit e ka të hapur edhe për jo besimtarët. Qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Thot Zoti i gjithësisë, thuaj atyre, pra mohuesve, jo muslimanëve, nëse ata ndalen, pra pendohen, kthehen, i falen atyre mëkatet që kanë bërë më parë. Po ashtu Zoti i gjithësisë thot për ata të cilët janë zhytur mëkate. Thot në Kur'an: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj o robërit e mi të cilët pra janë zhytur, i kanë i kalu kufit mëkate. Mos e humbni shpresën mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu me të vërtetë i fal që të gjitha mëkatet. Kështu premton Zoti i gjithësisë në Kur'an. Allahu i lartësuar është Zoti i gjithësisë, i cili e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka mëkatuar ditën. Dhe e shtrin i madh i Zot dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka mëkatuar natën. Prandaj e lut Zotin i gjithësisë që të gjithëve të na bëj prej atyre që reflektojnë, që kthehen tek Zoti i gjithësisë dhe përmirësojnë vetët e tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.